Në luginën e Preshevës, aty ku kufit gjeografik shpeshher janë më të ngurtë se sa jeta e përditshme njerëzve që jetojnë brenda tyre, identiteti fetar dhe ai kombëtar kanë ecur për dekada, krah për krah, duke u ndërthurur në histori personale e kolektive. Në këtë hapësirë të ndjeshme, gati për 3 dekada, një imam nuk ka qenë vetëm dëshmitar i kohës, por edhe pjesë aktive e saj, i pranishëm në ndryshimet, sfidat dhe momentet që kanë formsuar jetën e shqiptarëve të kësaj pjese. Për disa është imam i xhamis, për të tjerët mësues i parë i fesë, për shumë të rinj një këshillues dhe mbështetës, ndërsa për bashkëpunëtorët e tij një zë që vazhdimisht ka bërë thirrje për unitet. Ky është Sulejman Efendi Fejzullahu, i lindur në Tërnoc të Madh të Bujanocit. Në vitin 1970, ai u rrit në një familje me tradita të hershme fetare. Fryma e fesë islame ishte pjesë e jetës së përditshme të familjes së tij, shumë kohë para se ai të vendoste të bëhej imam. Unë jam i rritur në një familje fetare që rrjet prej hoxhallarëve, ashtu thirremi ne në këtë fshat, edhe familje si familja të hoxhovit. Dhe kemi pas tradita fetare prej fëmirisë, pikësparja baba im rahmetliu, ai ka qenë babgjishi, ka qenë ndoshta edhe hafëz, mirë po nuk ka qenë imam. Shpeshherë tregohet që babgjishi im shpeshherë ka thirrë edhe zonin në gjumë. Bile edhe ajo në ushtrikur kanë qenë përpara në kohët e kaluara, thuhet se ka thirrë ezanin në gjumë dhe ato ushtarë që në konë në dhomën kanë mujtë me fletë. Po, kanë dëgju gjithmonë, unë e marrë mend kur dëgjonte Kur'an me ato radiot e vjetra, po, edhe kështu që rrjedh prej një familje fetare dhe prej familjes, prej babës, prej gjyshit, stërgjyshi im ka qenë gjithashtu prej moderrizve në këtë fshat, Fejzi Efendia. Dhe kështu që ne prej fëminisë unë kam pas një model, ma kam bët dashur edhe më dashur në fenë islame. Dashuria për fenë u kultivua herët, por vendimi për ta ndjekur rrugën e dijes islame erdhi në vitet e rinisë. Pas përfundimit të shkollës fillore në vendlindje, ai regjistrohet në Medresen Alaudin në Prishtinë, në një kohë kur zgjedhja e kësaj rruge nuk ishte gjithmonë e mirëpritur nga shoqëria. Në kohët e kaluara nuk ka pas shumë mektebe, nuk kanë mësu shumë, ka qenë sistemi atill. Mirë po për më bosh kaktar, për me u regjistru në medreze, viteve 85-86, i me regjistru në medreze, ka qenë motra ime në ndjerë që ta shumë frika vdej për një 2 mujve. Ajo ka qenë shkaktare për më regjistru në medreze. Normal baba im ishte i flak gjithmonë që të më dërgonte në medreze. Normal po edhe unë kisha vullnetin që të regjistrohemi në medrese. Ka qenë kundërshtim i madh nëse një nxënës i mirë, shembullor, e ka regjistru medrezën, ka pas kundërshtim prej shoqërisë, prej në përgjithësi. Mirë po, na si tri gjithmonë, ndoshta e kemi pas ato familje që na ka motivu gjithmonë, që ka qenë kundër atyre propagandave, edhe normal që si tri nuk në ka ardhur mira ajo. Se i ri, i sa po regjistruan medreze, nështë kanë tinglu keq në veshin tonë, po i kemi përballu gjitha atyre fjalëve apo propagandave, me gjitha atë, unë elhamdulillah, falemderoj Zotin që ma ka bët të mundshme të regjistruar në medreze. Pas medreses, rrugtimi i tij akademik vazhdoi në Kairo, në Universitetin prestigjioz të Azharit, ku studioi në Fakultetin e Bazave të Fesë, drejtimin e hadithit. Përgjatë atyre viteve, shokët e studimeve kujtojnë tek ai një përkushtim të veçantë dhe një vullnet të madh për t'i shërbyer Islamit. Nga bankat amfiteatrit e Universitetit të Azharit, atje jemi parë dhe jemi njoftuar më përsa afërmi,
Aty kam vrejtur se me të vërtet te imami nderuar ekziston një vullnet i madh, një dëshirë për të qenë një misionar i zellshëm dhe i mirë në fen islame, ku edhe ka treguar, domethënë, shembulltira e tij e mirë, mirësjellja dhe afërsia, urtësia dhe dashuria, domethënë, që e ka shprehur me kolegë student, pastaj edhe në kthim të tij edhe në detyrën të cilën e filloi këtu si imam që nga ditët e para. Unë mbaj mend se dëshira e madhe ishte për të i angazhuar gjeneratat e reja në trevat tona. Me të kthyer nga studimet në vitin 1997, ai mori më njëherë detyrën e imamit në xhamin qendrore të Tërnocit, por fillimet nuk ishin të lehta. Një nga momentet më të veçanta të jetës së tij si imam lidhet me muajin e Ramazanit, kur u thirr ta zëvendësonte kushëririn e tij, Imam Hafiz Zafirin, i cili sapo kishte ndruar jetë. Në muajin e Ramazanit ndroi jetë. E tash, unë isha studime dhe më kanë thirrë që të zëvendësoj gjatë muajit Ramazanit, edhe jo që nuk kam dalë, por për ligjërata prej vitit 2 vetëm se kam fillu. Ishte e vështirë shumë dalë para masës, dhe nuk ishte e lehtë për neve, po megjithatë e mora atë forcë edhe normal duke u përgatitur mirë, edhe fillova emisione kemi pas shumë emocione kemi pas, sidomos në ditën që është varros Rahmetliu, Hafiz Zaferi, edhe mu mëra tash taravit me i falë. Kurse kjo xhami plot ishte hoxhallar. Në varrim e rënd kanë nejt iftar edhe me dalë taravit. Dhe ishin disa hoxhallar më të vjetër, unë gjithmonë i kumëllon përparësi, po edhe sot kur vjen një mysafir hoxh, i jep përparësi, jo me na fal, jo ligjërat, edhe kështu që plot safi ishte hoxhallar, ka qenë duket Hafiz Jashari prej Dobërçani, një prej hoxhallarëve, unë pjep përparësi Hafizit, ligjërat, jo tha kena arna me të nguti. Tash kena me të ngu, na ketë kena me të nguti. Dhe kur e ki ato mësuste to, hoxhallarë për shembull, gjithë ai numri i hoxhallarëve normal që ka emocione. Nuk e di çka kam tregu. nuk e kam pa veten, po mendoj që diçka kam thonë, mirë po edhe mësuesi si mësues, edhe hoxha si hoxh, kur do të me motivu një tri që po se ka fillu detyrën, kam pas metoda shumë interesant. Kur zbrita prej ligjëratë, këtu isha duke ligjëru, zbrita prej shkallëve, tha, na ki kënaq, kur s'kena ndikë si dersi. Kur s'kena ndikë si dersi. Unë tash u letova prej aty, tash po du me dhonë përparësi me falë namazin e teravive. Jo, tha, edhe namazin e teravive kime na falë edhe kina arme të nguti. Edhe ja kalova disi, me shumë vështirësi, do jem djerësit krejt në të momente. Ky moment do ta shoqëronte fillimin e një shërbimi që vazhdon edhe sot. Që nga ditët e para, vëmendje të veçantë i kushtoi punës me gjeneratat e reja. Për të, investimi më i rëndësishëm i një imami është edukimi i fëmijëve dhe rinis. Unë kam pasë rezultati më i madh që mund me arrit një imam është mësim besimi. Nuk është punë e vogël ta mësosh një fëmijë, t'ja mësosh alfabetin e gjuhës arabe, apo leximin e Kur'anit, apo gjërat elementare të fesë islame. Unë mendoj se aty është shihet rezultati më i madh i një imami apo një hoxhe. Dhe gjithmonë i kam kushtuar rëndësi të posaçme mektebes, mësimit fëmijëve. Edhe deri më sot, edhe sot vazhdoj. Përpara ka qenë numër shumë më i madh. Ka pas raste që kemi pas deri në 80 nxënës që kanë bërë hatme apo më tepër. Kena pas raste 70 edhe tash para 2 muajve kemi pas gjithashtu rastin që të kemi një dua hatme prej 40 nxënës dhe nxënëse kanë bërë hatme. Brezat e tërë kanë kaluar në përmësim besimin e tij. Shumë prej tyre kujtojnë edhe sot si njeriu që mësoi shkronjat e para të Kur'anit dhe bazat e fesë islame.
pikës pari ko marrë me gjishin tim kënë xhami kom prezentu, edhe prej atëherit hoxha ka qenë prezent imam këtu që ka shërbi kënë xhami, dhe njoh prej fillimi, domethënë, një hoxhë i cili më ka tërheq që me marrë pjesë në xhami, e gjithashtu i kom ndjek hapët e para të cilit i kom mësu pikës pari mësim besimin, e pastaj i kena mësu edhe leximin e Kuranit. Ka qenë i butë dhe i zellshëm, për shembull për nxënësit, për studentët e cilit i ka tërhequr shumë me fjalët e tij, me butësinë e tij, por mbi të gjitha ne në këtë pjesë të xhamisë të cilët tani jeni, janë edhe dy xhamia tjera, duke përfshirë edhe kjo 3. E vetmja kjo xhami e cila prej të hënës e deri të dielën, domethënë ka mësim besim. 7 ditë i ka, domethënë java, por vetëm ditën e premte, ditën e xhumë, atëherë e ka pushim për arsye se ditës xhumë. Dhe angazhimi i hoxhës, i cili ka qenë i vazhdimshëm, kjo i ka shtitë që nxënësit të marrin pjesë në mësimin e besimit. Puna e tij nuk është kufizuar vetëm brenda mureve të xhamisë. Duke jetuar në një zonë me sfida të shumta politike dhe shoqërore, Sulejman Fejzullahu ka qenë vazhdimisht pjesë e iniciativa që synon ruajtjen e unitetit dhe forcimin e rolit të komunitetit shqiptar në luginën e Preshevës. Shoni, ne jemi të kësaj toke dhe të këtij populli dhe e kemi obligim, po thëmë atë aspektin fetar edhe kombëtar, që ne të mundohemi t'i majmë besimtartë një farë uniteti, mundohemi gjithmonë të majmë ligjërata rreth saj, sepse kemi nevojë, ne përgjithësi si shqiptar, kemi nevojë të flitet sa më tepër për unitetin, me lënë teket, inatet apo urrëqet. Kjo na shtyn që sepse ne jemi një vend strategjik, një vend jo sikur se vendet tjera. Këtu kemi nevojë për një unitet shumë të madh, sepse nuk jemi gjithë shqiptarë. Përpjekjet e tij për bashkim vlerësohen edhe nga përfaqësuesit institucional të luginës. Kështu tregon Driton Rexhepi, kryetari i Kuvendit Komunal të Bujanocit. Në provincë ka një luftë të veçantë, një luftë politike që zhvillohet. Zakonisht hoxha ka vënë mision që gjatë procesit para fillimit të zgjedhjeve t'i fton gjithë liderët e partive, t'i vizitoj dhe të kontriboj në unitetin e gjithë faktorit politik shqiptar, për çka ne vlerësojmë kontributin e tij në soazat të unifikimit të faktorit politik, dhe kjo e bën imam respektabil për t'i ofruar në një tavolinë të përbashkët gjithë liderët, që vështirë se pos institucioneve më të larta që është e pamundur pak a shumë në këtë luftën speciale lokale që zhvillohet politike. Unë shpresoj dhe besoj se një pjesë e madhe e hoxhallarëve në këtë trojeve kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Mirë po rrethana specifikat i bëjnë edhe personalitetet për më të spikatura për nuanca të caktuar. Mulla Efendi Sulejmani i përket kësaj kategorie që thash se, po e them me kompetencë, ai ushtron një mision, cilin ka vënë vetes dhe për cilën unë besoj se do duhet me patjetër këtë mision ta shoqërojnë jo vetëm hoxhallarët, imamllarët, por edhe gjithë ne cilët me një farë forme mundohemi që të jemi besimtarë të devotshëm. E pa të hapë derën për shumë të ri, të cilët dëshirojnë që të veprojnë vullnetarisht në luginën e Preshevës. E kam fjalën gjatë asaj periudhe kemi realizuar një sër aktivitetesh kundër shumë fenomeneve negative në shoqëri, përfshi aktivitete kundër drogës, kundër alkoolit e aktivitetet e tjera të cilët besojmë se kanë pas efektin e vet në atë periudhë, dhe mbështetësi kryesor i gjithë atyre nismave, i gjithë atyre aktiviteteve ka qenë Sula, hoxha, për cilën unë mbaj një respekt jashtëzakonisht të madh. Unë kam pas fatin pastaj që të bashkëpunoj edhe përderisa kam qenë kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar. Në vitin tim të dytë në krye të këtij institucioni, neve patëm organizuar disa protesta në luginë Preshevës kundër diskriminimit që Serbia e bën
çdo vit e përherë ndaj shqiptarëve të Luginës Preshevës dhe një nga njerëz të cilët ka qenë jashtëzakonisht bashkëpunuese, ka qenë jashtëzakonisht bashkëpunues në këtë aspekt, ka qenë edhe Sula, duke pas parasysh autoritetin e lartë që kanë në shoqërinë tonë. Tankon është mundu, domethënë që të jetë si një element unifikues, por siç e dini të gjitha trevat, problemi është te politika e cila, domethënë çdo parti tenton ndryshe apo vepron ndryshe, ajo që është në pushtet dhe ajo që është në opozitë, sikurse gjithkund ku jetojmë shqiptar, domethënë mundohen që çka nuk na pëlqen edhe neve si xhamat, reflekton në punën në institucione të tjera dhe domethënë ndasitë të cilat përcillen, kështu që hoxha shpesh mundohet që në lidhje me atë temë ta bisedojë, ta përcjellë xhamati e kështu me radhë. Në një shoqëri ku sfidat janë të shumta, ai ka insistuar vazhdimisht që rinia të qëndrojë larg dukurive negative dhe të ruaj identitetin e saj. Hoxha gjithmonë na ka këshilluar se ta ruajmë besimin, pikë pari ta ruajmë besimin. Pikë diti na ka porositur që të jemi të afër me vëllezërit tonë, besimtarë musliman, por gjithashtu edhe në komunitete tjera të jemi të kujdesshëm, të sjellemi, se kur e bëjmë sjelljen tonë, atëherë reflekton të tjerët se ne fjala e Allahut edhe imami i cili i është në xhami po na këshillon që të respektojmë të tjerët, përkundrazi besimit të cilët e kanë të tjerët. Kjo ka qenë më shumë ti sfida apo ka qenë më shumë ti këshilla e hoxhës në vendin tonë. Në aspektin kombëtar, mbas fejes ka thonë që ta ruajmë identitetin tonë. Duke pas parasysh se identitetin tonë e ruan edhe përmes besimit, sepse ne këtu elhamdulillah ligjërohet gjuhë shqipe. Dhe në momentin kur e ligjeron gjuhën shqipe, e kupton se jena duke ruajtur edhe gjuhën tonë. Edhe besimtarët e shohin si një figurë që afron njerëzit dhe punon për bashkimin e tyre. Po unë po besoj se ai është edhe mundohet që të jetë bindes në ato ligjëratat të cilat i mban me xhamatin, sidomos premteve kur është dita e xhamo. Edhe unë kisha me fenderu edhe me punën që ja bën edhe me nxënësit të cilët punon. Unë po shpresoj se ata nuk kanë domethënë në mënyrë vullnetare punon atë punë. Kështu që është një e mirë domethënë se përcillet gjeneratat e reja mësim leximi i Kuranit edhe se ndeve të cilët i përkasin një muslimanit. Hoxha provon çdo njeri të afroj afër vetës. Të afroj afër vetës, mos të ngarkoj me një detyrë të madhe, edhe mundohet çdo herë në përgjithësi xhamatin, njerëzit që vinë të falen, t'i kenë së bashku. Ajo është një pikë e fortë e hoxhës, nuk bën dallime. Sot, përveç detyrës së imamit në xhamin qendrore të Tërnocit, Sulejman Efendi Feyzullahu ushtron edhe detyrën e kryetarit të Këshillit të Bashkisë Islame në Bujanoc, ndërsa është edhe antar i kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës. Bashkëpunëtorët e tij thonë se pikërisht kjo ndërthurje mes fjalës dhe veprës ka bërë të respektuar atë ndër vite. Duhet të konstatoj një fakt. Ajo që ushtrohet në brendësi të mureve të xhamisë, unë nuk ja vetës drejt të them se është një përqindje e ritualeve që ushtrohen, por ajo që ushtrohet jashtë mureve të xhamisë, besoj që është pasqyrimi, i shpërfaqja, manifestimi i besimit që njeri do duhet jetë i dobishëm për komunitetin. Me kompetencë, po e them se Mulla Sulejmani i plotson këto veti dhe se me patjetër roli i tij aktiv në jetën sociale, në jetën e eventeve të përgjithshme që janë të karakterit të përgjithshëm, prezenca e tij, roli i tij, konstruktiviteti i tij, sinqeriteti i tij vlerësohet lart. Për gati 3 dekada, ai ka qenë imam, mësues, ligjërues dhe drejtues institucional. Por mbi të gjitha, ka mbetur një njeri i lidhur ngushtë me besimtarët dhe miqët që e rrethojnë. Në Tërnoc, emri i Sulejman Efendi Feyzullahut lidhet me edukimin e brezave, me thirrjet për unitet dhe me përpjekje për të ruajtur identitetin fetar e kombëtar të shqiptarëve në luginën e Preshevës.